Pamjet që po i shihni vijnë nga Kroacia. Ky vend është goditur nga kthesa e papritur e motit me rreshje të dendura të borës dhe errave të fuqishme bus Adriatikut. Kroacia ka ndezur alarmin e kuq për përkeqësimin e motit, kurse shërbimet meteorologjike shpërndajnë mesazhe njoftimi duke u bërë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar nëse lëvizin drejt zonave të goditura. Në disa autostrada shtetërore kroate trafiku zhvillohet në kushte dimri. U bëhet thirrje qytetarëve që nëse kanë ndërmend të udhtojnë drejt Kroacisë të ndjekin motin dhe të kenë me vete pajisjet dimrore. Stuia me erra dhe borë po drejtohet edhe në vendin tonë. Meteo Alarm njofton se në ndikimin e një cikloni të ftohtë me qendër mbi gjirin e Gjenovës, sonte gjatë natës dhe nesër pasdite në Maqedoni do të ketë rreshje të rrëmbyeshme të shiut dhe erë të fuqishme jugore, lokalisht me shpejtësi deri në 60 km/h. Në pjesët perëndimore të vendit priten mbi 25 litra shi në metër katror. Për shkak të depërtimit të masës së ftohtë ajrore nga veriu në pjesën veriperëndimore të vendit, në viset malore, rreshjet e shiut do të shndrohen në rreshje bore dhe pritet të formohet shtresë dëbore mbi 15 cm. Sipas Meteo Alarm, ekzistojnë kushte që kufiri i dëborës të ulet nën 1000 metra lartësi mbydetare. Temperatura do të bien dukshëm dhe në mëngjes do të jenë në intervalin nga -2 deri në 9, kurse gjatë ditës nga 6 deri 15 gradë. Kthesa e papritur e motit pritet t'i godas pemët dhe perimet, të cilët janë në fazën e lulëzimit, gjë që mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme në rendimentet bujqësore.